Qeveria ka zhvilluar mbledhje me ministrat këtë të premte ku janë marrë disa vendime. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, bëri të ditur se është miratuar indeksimi i pensioneve për vitin 2026 me 2.7%, i cili do të nisë të aplikohet me datë 1 korrik. Miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026 që prej këtij viti që kanë data 1 korrik në vitin 2026 pra ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data 1 korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Mëtej ministria bëri të ditur se qeveria ka miratuar 2 projekt ligje të rëndësishme në kuadër të procesit të integrimit evropian. Sipas saj, njëri prej tyre rrit transparencën në tregjet e kapitalit përmes rregullave të reja për emetuesit e titujve, ndërsa tjetri synon të përmirësojë marrëdhëniet tregtare duke vendosur rregulla më të qarta për pagesat e vonuara mes bizneseve. Miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë 2 ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit. Ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare dhe projekt ligji që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme në drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementeve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi i directivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij projekt ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Gjithashtu, Ibrahimaj njoftoi se qeveria ka miratuar edhe një projekt ligj për rritjen e transparencës dhe përmirësimin e menaxhimit të ndërmarrjeve shtetërore në kuadër të detyrimeve për integrimin në Bashkimin Evropian. Ministria bëri të ditur se bordet e këtyre shoqërive do të kenë përfaqësues të pavarur dhe se përzgjedhja e tyre do të kryhet përmes komiteteve të posaçme.